ka një personazh që ti e krijove me veten, dojo shumë t'ja përcjellë publikut, po nuk e ke luajtur akoma. Ose nuk të lanë që ta luaje, se këtu bëhet më dramatike situata. Kanë qenë 2 personazhe. I pari ka qenë Indieri Sokololdashi. Po ti e ke luajtur te radio? Jo, te radio po. Unë kam dëgjuar kush e di sa herë dhe duhet që të hapja krahun dhe të qeshja o burse, nuk e përballoj dot, e kupton? Dhe nuk e di pse drejtuesit e Portokallis në atë kohë nuk donin që unë ta imitoja. Nuk e di pse, nuk e kuptova pse, dhe shkuan gjetën një djalë që i ngjante shumë nga pamja e jashtme, e kuptoj. Por që s'kishte fare lidhje me personazhe. Fare lidhje. Ky i pari dhe i dyti? Dhe i dyti ka qenë dhe një tjetër politikan, Dritan Prifti. Dritarin e kam lozur në Portokall. E ke luajt, po, vërtet. Nuk e mbaj mend. Ka qenë dhe një personazh tjetër që më ka ngel një pikë pyetje e madhe pse nuk duhet se ndonjëherë gjërat nuk janë më inat. Unë nuk kam marrë talent nga ju s'keni marrë talent nga unë, nuk e zgjodha atje më kyçi jam. Këtu hyn pastaj në një temë që është shumë e rëndësishme për artin shqiptar, është që ta pranojmë njëri tjetrin kështu siç kemi ardhur këtë jetë. Dhe është më tepër artistin, ëh? Është më tepër artistin. Që është një figurë komplekse dhe ka botën e tij pak ndryshe se ne njerëzit e zakonshëm. Dhe ne në Portokalli kemi pasur fatin që kemi pas 3 njësi artistike, kemi pas kërcimin, baletin, kemi pas muzikën, kemi pas aktrimin. Çuditërisht, si ke muzika, si ke baleti, ishte mirë pranuar mes tyre se kush është më i zoti, ka thonë ti ke baleti, ke kërcimin, daçke çuna, daçke gocat, ke muzika po ashtu. Ke ne, ke aktrimi, që donte. E kuptoj. Flori, një sekondë. Cili ishte ky personazh? Nuk po më kujtohet, sinqerisht. Okej, nuk të vjen në mendje.